I kemi marrë të këqijat e perëndimit. Nuk po respektohen vjetrit, për ndryshe janë feministe. I përkraje, po. Po veç dikun, jo. Ka ecur para, po ka ecur me hapa shumë shpejt. Për të mira për të keqe kjo. Dikun për të mirë, dikun për të keq. Duket liria e teprume për një herë i ka qitë prej binareve. Po lypim barazi gjinore, po shkojmë për tej. Barazi gjinore du të jemi të njëjtë atëherë. Ju të shkelim edhe mashkujt. Si po kalon? Mirë. Nga po na vini? Prishtina. Nga Prishtina. Nga duke më duke thash mos nga jashtë po na vini diku. Jo. E huaj kështu vizitorë. Jo. Prishtina u bë me vizitorë çdo ditë kështu. Unë jam prishtinase. Prishtinase tamam. Taman. Me rroj. Punoni? Po. Profesioni juaj? Nëse mund ta di? Infermiere. Detyrë gjithë njerëzve. Nuk është që është e lehtë profesion. Ja, s'është. Keni pasur sfida shumë? Shumë. Sa vite punon këtë profesion? 40 ma shumë vite. 4 dekada shumë. Po. Si kanë qenë për juve këto vite? Edhe të mira, edhe po e du profesionin. Sa mirë që e donë? Urna? Sa mirë që e donë profesionin? Po, e du shumë. Jo, e du profesionin. Ka po të rëzuna herë këtë profesion? Ja, kur. Keme shumë njerës, punë me shumë... Kur heq, kur. Unë punaj me fëmi edhe i du shumë fëmi. A, me fëmi punon? Me fëmi të vegjël. Sa mirë. Pse e zgjohet profesionin tonë? E kom dash gjatë për fillimit. Për fillimit, si fëmi. A i kishë ndrume në profesion tjetër? Jo, me asë një heq. Sa mirë. Ja, heq. Tjetër, po du një mesazh, diçka për gratë, këtë temë. Sot një grua, si e sheh këtë kohën ku po jetojmë? Ka ecur para? Ka ecur para, po ka ecur me hapa shumë shpejt. Për të mira për të keqe kjo. Dikun për të mirë, dikun për të keq. Çka për shembull për të keq? Për të keq, i kemi marrë të këqijat e perëndimit. Nuk po respektohen vjetrit, s'kan respekt, s'po di. S'kan respekt për familje, për ndryshe janë feministe. I përkraje, po. Po veç dikun, jo. Çka je kundër te gratë, s'kishe përkra për shembull, që të pengon. Po më duket liria e teprume për një herë i ka qitë prej binareve. Pse ka shumë liri kanë edhe keq përdorin? Po pse? Qa e pyetja pse? Edhe janë pak kënaqura. Edhe të pak kënaqura. Nuk e di edhe unë pse. Në lidhje gjithë me këtë temë, çka ishe thonë krave, femrave? Pak ullë, po lypim barazi gjinore, po shkojmë për tej. Barazi gjinore du të jemi të njëjtë atëherë. Ju të shkelim edhe mashkujt. Pse? Ka mbyllu të shkilen, shumë mire ka e këto, ka mbyllu të shkilen edhe meshkuj. Po. Si e sheh këto? S'është mirë. Në shlave disohen. Uroj më të mirat. Faleminderit shumë. Për kohën që ndajtë.